Të përshëndes mosafirit që nga kanë nderuar për të festa madhështore të nëntorit, generalin Kudusi Lame, i cili ka gjetë kohë të shamet prej Shqipërisë, generali Ilas Derguti, deputeti Najet Hasani, kem të kryetarin e shoqatës veteranëve Dega Matishev, në orën e majtë po pas ka pështjel, zëvendës komandanti i brigadës 121 Kumanova, me këta mosafirt, mos të ngangoj biseden, përnderit për qëllëve, urime, festat e nëntorit, namen edhe të shoqatës veteranëve të fshatit Lladrac. Urime për shërbo Jeni sot në festat e nëntorit, në festat e kohët shqiptar. Përbani madhështore çdo herë të nderuar pranishëm bashkëqytetar, mosafirë, komandanta që kemi këtu, familjet dëshmorëve, veteranë të arsimit që jeni sot pjesë e festat në nëntorit. Faleminderit shumë Besim Gega që po na organizon këtë festë dhe po na bën më madhështore me gjithë ftesën këtyre mosafirëve, po sot pëdim që është pjesë kombëtare. Edhe mesin tonë është një njeri madh, është generali Kodise Lama. Edhe kur e shohim generalin që është mesin tonë, na duket që e shohim Shqipërinë e para luftës. Se tash jemi një këmbë, jemi të bashkuar, nuk kemi as kufi, nuk kemi as këngesa. Atëherë general, faleminderit shumë që festat e nëntorit të zgjedhët, të festojmë bashkë në Lladrac me gjitha bashkëqytetarë, me familjet e dëshmorëve, me generalin bashkëqytetarin Adem Jasharit, Ilas Dergutit, një ndër themelues të UÇK-s Najet Hasanit edhe gjithë bashkëqytetarët që kemi këtu. General, fjala është për juve, na keni nderu edhe vitin tjetër edhe sot. Je i mirë se ardhur, je po tash këtu je pjesë e fshatit Lladrac. Faleminderit. Jam nervoz që nuk keni bërë pjesë të këtij manifestimi familjar dhe shoqëror. Unë uroj të gjithëve, edhe familjes tuaj, edhe gjithë pjesëmarrësve gëzuar festat e nëntorit, urime dita Flimorit, mbarësi e jetë e shëndet gjithë kombës shqiptar, sepse jemi në të mbarë. I kam dëgjuar ata këngëtarë deri tani, kam kënduar këngë dhe na kanë dhënë një mesazh. Gjithë këngët ishin për luftë, për heroj, për dëshmor, për unitet kombëtar, për zhvillim të bashkësisë kombëtare dhe për ecuri të ideve kombëtare. Dhe u kujtova, që them edhe ju, që nëse i dëgjuam këta, si kënduan deri tani, kuptojmë që historia e popujve nuk është gjë tjetër, veç se histori luftësh. Kurse, këtu tek ne, në fatin e keq, ka hyrë një mikrob që po thotë si tikim nga lufta, si të rrim sa më larg luftës. Në politikën e ditës ka hyrë ky mikrob, jo tek të gjë. Mos e përgjithsojmë, po politika ditore. Po propagandon të rrim larg luftës. Nuk ka kom pa luftë. Para ca ditësh, juve keni ndjekur, besoj që një gazetar shqiptar, vetëm pse fliste për interesat e kombit shqiptar, u përzu nga Greqia, nuk lejuat fulet në Greqi, u quajt në ngrata për Greqinë. As i vënd si kështë për Greqis, po pronte interesat e kombit shqiptar, dhe ajo është na ke prish interesat e kombit grek. Do të thonë, fare thjesht është kjo punë.
Atëherë që se cilin e ne, edhe në këtë ditë të stivë, t'i bëm pyetjen vetes. A i mbrojmë interesat e kombit tonë? A jemi në rrugën e mbrojtjes së këtyre interesave? Sepse, më fali komandant Naiti që është edhe deputet i parlamentit, unë nuk në gjova, as kam gjurë në herë në i kongë se si flasin deputet në parlament. As nuk kam dëgjuar se si bëjnë tenderat ministrat apo qeveria, por kam dëgjuar si bëjnë luftrat, si fitojnë betejat, si luftojnë herojt, si bjen dëshmorët dhe si arrijnë fitoret. Prandaj, kemi shumë krenar që kemi mundësi të bëjmë leje të tilla, bashkime të tilla, festime të tilla, dhe të kemi sa më shumë familje të tilla që na mbledhin e na bëjnë bashkë për të festuar krenarin tonë dhe për të ecur drejt kësaj krenarie pa u ndalur bashkërisht të gjithë. Lumt ata që kanë me çka të jenë krenar, mirë ata që janë larg krenarisë. Ju uroj shumë e shumë festa dhe ju uroj shumë e shumë gëzime dhe ju faleminderit familjes tuaj dhe faleminderit të gjithëve që më dëgjuan. General, shumë falenderës. Respekt për jetën matë, për kontributin që ke dhënë për Shqipërinë, për Kosovën, për Shqipërinë e madhe, po thojmë se thojmë nda hesto. Inshallah kam kryer detyrën time. Po, falenderës. Një falenderim shkon edhe për grupin muzikor Haxhin me Shok, pikërisht edhe për këngën që ka qenë ideja Haxhis për këngën e Basta Gorçik, teksti dhe muzika për Haxhis falenderës shumë. Ke një tekst që ki përshru një gjarje tamam që shka ndodhe pse na se kemi bërishë i ri, po Bozgo i dhona, pasi e Gosh ka qenë tamam një humanist, një kontar i madh, dihet që tradita po vazhdon edhe tash që me basin bes familjen Gega dhe gjitha dropsin që kena shku rrugëve të mira të parëve tonë. Zëvendës komandant i brigadës, Ajet Kastrati, ta kemi lanë dorë me përfasu brigadën, kështu deshte apo s'deshte, sot me në frymë, kështu që jo ishtë zëvendës komandant, po dhe komandant Tamanje. E përshëndes nga zemra generalin Kudisiliane, i cili dha një kontribut të jashtëzakonshëm në luftën e lavërdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, por edhe pas luftës, që kur nuk e ndali zonin për bashkëqytetarët tonë që i kemi në Hagë atje. E përshëndes generalin Ilaz Ergutin, një bashkëqytetar i ngushtë, në rrethin e ngushtë me Edel Jasharin. E përshëndes zotin Ejt Hasanit Femiljus, në Uqikys. E përshëndes Dazmin Kryezimund, me tush Kryezim, falë, se vla. Kryetari shëqatëve të darë nga Lutër, komunën e Manishelës. E përshëndes Hanës Morinin, një veprimtari hershëm dhe bashkëqytetar i ngushti Azem Syris. E përshëndes Batin Ismet, që gjithmonë është mesin tonë këtu, dhe jemi krenar që e kemi hale, që është bashkë me neve. Besin e përshëndes shumë që me këtë konak në kodhushëm, për në gëzon dhe për në dogon këtu zbashku. E përshëndes dy veteranët arsim të luftës, Drenushën dhe Galen, edhe pse luftë ku pas shumë shtirë me to se kanë qenë pak rebelume, por i përshëndes dyja se janë dyja të në kodhushme, i përshëndes bashkëqytetarët e mes që janë këtu të gjithë, veç e veç, dhe ndi vetën krenar që janë mesin e juaj. Me folë për ladrosin të një kohë gjatë, husin më saraj një që ka unë një kontribut jashtëzakonshëm fshatin e vetë për dhe ma gjërë. Unë ndi vetën me fatë që
kom qenë bashkëtetari juaj gjaton luftës dhe pjesën mas lavdishme të jetës që ku nda bashkë me juve të ladrasë dhe magjërë. Une i përshëndes dhe rafësatet të cilët me të vërtet për ne knojnë do kom të mira dhe për ne kujtojnë heronit dhe dëshmorët e kombit. I përshëndes edhe personelin tekniko shërbys që me të vërtet për në shërbej mirë dhe si më zotit ashtu beresetin ty dhe familjes tane. Unë nuk të zas më shumë, por në lejoni që në emër brigadës, kullës, sëniris, të dhëroj një dhërat në emër brigadës Itmeza Shari Kumanova dhe në emër tim personal si Zavens Komandant Brigade. Dhe që më rëndon përë Saj ti konaki ashtova një Adem Jashar e lutë besimin që të gjoni vend meritor ku me vendos ta. Urime festat e mentorit juve bashkëtetarët me dhe gjithë shka jeni këtu prezent, urime familje e juja e shava gjithmonë presim bashkë qësori. Faleminderit shumë. Komandant shumë falënderes. Faleminderit, të rrit nera. Edhe për fjalimin, edhe për memorin që i mojtë e mend gjithë ta emra këtu, faleminderes shumë. E saj përket dhëdhëratës Adem Jasharit, Adem Jashari ka venin gjithmonë në bollë të Gjakit, edhe në bollë procese që ju ka prim. Kështu që do t'ja bëjnë një ven ato ku e britaj. Faleminderit shumë. Faleminderit i Zoti Shpis, Torit Nera, Besim Gjega. Po shujtë në rastin një falenderim, po falenderimin Dominis të një veprimtari çështjes kombëtare të fitët e OÇK-s, falenderit Najt Hasani, që me punën tane në bane të mundshme ta falenderojnë generalin Kudis Ilamin të nakun tonë, e së bashku me generalin Ilas Dërgutin, se pa fillet e OÇK-s nuk e besaj që do të ishte mundur të kemi dy generalet në të njëjtën kull në Ladras e në Kosovë. Falenderit shumë, urime të gjithëve festën e nëntorit. E mos i sot është festa e flamurit, dhe ishta besimit të ndaj një dhurat nga fshati jonë Gucat, një simbol të flamurit. Faleminderes. Faleminderes. Faleminderes për festat. Respekt. Edhe shumë respekt për ty dhe për nokën tanë, që na ke ftohur një nga bashku. Po në emrin timin, edhe të ushtarët të vështit të Kosovës që ka amër po këtu, edhe në vështy këtu, edhe sot, në asoj ditë, me vazhdo adaptativ, do me do 3 simbole thjeshta po kanarisht tamë në Thomas. Urime të gjithë prebesit të gjithë festat të nëntorit. Qytoni rakitit pata këna pije dhe kemi për bashkë. Na bof mirë. Qytoni flamur që gjithmonë ke mojtë e grari. Jo, këna edhe qytu janë odros që ka qenë bogdhans gjithmonë. Bravo. E kam zërë me thonë me t'ju. Fillimit, përshëndetje për generalin e generaleve, Zotin Kudis Ilamin. Në formën e tij, besimi ishte general për ne. Në betejën e Luzhnicës, kuron 5 dëshmorë, të gjithë udhëheqës tonë. Komandant Kumanova, snajperisti, Arbri, Sysi Afren dhe Ganiu. Ushtar të pakt me 1 ose 2 pluma me vete, mbetëm si zëri të qyqës. Sepse
na shkun të gjithë udhëhecëtarë. Po mos ishte besimi, një gjarob, gjevati edhe të tjerë, ne ishin në një situatë shumë të keqe, sepse nga një numër i vogël ushtarësh, 5 rarë në altarin e lirisë, rreth 12 u plagosën. Prandaj, gjithmonë dhe gjithmonë, respekt për besimin dhe gjithë ka që i përmanda. Gëzuar festat e nëntorit për gjithë juve, familjet tuaja dhe gjithë shqiptarët ku do që ndodhe. Respekt veçantë edhe për bashkëtarën tim, krenarin e fshatit tonë, Pacin Hamës. Ju falënderi gjithëve, gëzuar festat. Në shkëndetore jonë, po edhe pasi të fjallë në thonë që e di që ki emocione nuk ka posë. Na kem ne për edhe normal që të dojtë në. Falënderi për fjallin. Unë para se të përshëndes juve të gjithëve për Ladrovësit, për vendin e dajve të mi, mas pari dhe të përshëndes shumë pleq të Ladrovësit, nga të cilët kemi mësu se si vijet rruga e lirisë. Me këtë ishte me evoku edhe një moment timi në moshën shumë të re, në vitet e 60-ta, për herë parë flamurin kontar ma ka tërgu daja jem Shabanja Shari dhe prej atëherit e kundi qëfar duket ka më mirë. Do thot, i kujtova ata pleq, sa ata në mësun të qëndroj, të vazhdoj dhe të vi këtu ku jemi sot. E na të gjithë jem nipa, bi të tyre dhe tash festojnë të lirë dhe jemi mirë. Ju përshëndes të gjithë juve, që edhe shumë festa tjera të festojnë bashkë, e falenderoj shumë dajen për tubimin që organizojmë këtu, dhe urime për shumë vite, inshallah edhe më të mira. Shumë familje, s'kam znipi, tash se di, nëse ka dikush fjallë apo po vazhdojnë me muzikë, apo edhe naj... Generale, muzikë kanë mavar, se herë muzikë. Mavan, kërkesa ishtë mavan. Sot me datën 27 nëntor jemi mbledhur këtu në banakën e Besim Gegës. Zoti ju dash bereqet mos e besim për gjithë këtë organizim madhështor që e keni vënë. Gjithë të pranishmit i përshëndesim dhe për dëshirën e juaj do të shkojmë t'ja këndojmë edhe një herë këngën e Agush Gegës, ti burrit të madh, ti trimi humanisti dhe veprimtari të madh që i ka pritur çështjes kombëtare. Po 27 nëntor u bën gjithmonë ajo datë ku pavarësisht situatës që kemi qenë në ato vitet e paraluftës, gjithmonë është festu. Andaj kjo traditë vazhdon edhe ditëve të sotme. Andaj do të shkojmë ta këndojmë prapë këngën e Agush Gegës.